Ne kemi bërë një procedurë shumë përshpejtuar për gjithë këto lejet që kanë lidhje me prodhimin dhe me punësimin, dhe çfarëdo që tjetë për ju dhe për gjithë ne bëjmë në kohë rekord, po ndërkohë po përgatisim dhe një paket plot për industrinë, fason, sepse duam të shfrytëzojmë edhe faktin që është një mënyrë investimi shumë e shpejtë, edhe që punësimin e ka shumë të shpejtë dhe mund të ketë punësim në shifra shumë të larta, ndërkohë që ne përballemi me shumë kërkesa, edhe nga vendi që duan të shtrihen, edhe nga jashtë që po shtohet interesi. Tani jemi në fazën finale që t'i kthejmë në një paket të re masash për të mbështetur industrinë fason, edhe për të bërë mundur që nga një anë ata që janë ekzistues të mund të shtrihen dhe të zgjerohen dhe të mund të shkojnë drejt ciklit mbyllës që keni ju. Nga ana tjetër ata që janë të interesuar të mund të vinë me shpejtësi dhe mos kenë pengesë burokratike. Rreth 1000 punëtorë do shkojmë dini. Total sa? Total. 1000 të punësuar, mrekullisht shumë. Perfekt, ta bëjmë menjëherë. Kur t'jeni gati ju, ne jemi gati. Këto janë për 500 me 2 katë. Kemi marrë rreth 42 sugjerime nga industria, nga të gjithë ju. Tani do bëjmë paket posaçme, siç e kemi premtuar, sepse jemi në kushtet kur mund përfitojmë realisht jashtëzakonisht shumë si Shqipëri, qoftë nga shtrirja e ekzistuesve. Ne shkojmë në 1500 vende të reja pune vetëm në këto dyja brenda kryes. E shohim me shumë perspektivë, sepse nga një anë investimet janë të shpejta, nga ana tjetër punësimi është i shpejtë.